këtu thash Deni Suflaqe se s'kisha hangër gjithë ditën, po ishte rritur shumë çmimi nga ato Kanye Westit. Ishte mbaru mishje dhe pitja se merrnin dopjo pite. Po, na kanë bërë një super nder sot ata që kanë shku atje. Disa janë edhe urdhëruar me shku me zor, sepse do ja marrim listën e emrave dhe kur të vi Shqipëria e lirë, do bëjmë një ligj, do ta quajmë ligji Suflaqes dhe do i dënojmë gjithë me një vit punë. Po në burg nuk do ju japim Suflaqe, kjo është e sigurt. Edhe Edi Rama na ka bërë një super nder se na ka dhënë mundësinë për të bërë një dosje tjetër për ta quar SPAK për 4 milion euro. $4 milion euro të dhënë kompanisë Red Cloud, kompani që organizon gjitha tallavat e kësaj qeverie, kompani që Baxhanaku i njërit prej oligarkëve që ka ndërtuar hecën në Shqipëri, ka marrë dhe tokën atje që e kanë edhe pa leje dhe pa kontratë. Një arsye më shumë për ta quar SPAK dhe këtë kompani, gjithashtu Vasil Naçi ka dhe toka në Zvërnec. Pra çdo gjë lidhet shumë mirë, sepse kjo është qeveri e tallavas, qeveri që do arrestohet, qeveri që do japi dorëheqje. Rama jepe dorëheqje. Rama jepe dorëheqje. Rama jepe dorëheqje. Rama jepe dorëheqje. Ku ka këngë më të bukur se kjo që e këndon Kanye West? Ky është festivali më i bukur. Ne tani do të një këngëtar që është tu në shesh për 22 ditësh me ne, që të përshëndesin turnën dhe të këndoj për ne shumë më bukur të po këndohet nga Casa Italia.